Në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese, që dje me njërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërprerë dhe ka pezulluar të gjitha përgatitjet që lidhen me procesin zgjedhor në Bashkinë e Tiranës dhe ndërkohë vazhdon normalisht procesi i përgatitjes së procesit zgjedhor dhe të zgjedhjeve të themi për 5 bashkit e tjera. Çdo veprim i KQZ si çdo lloj natyre apo angazhimi tjetër i cili lidhet me përgatitjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës është pezulluar që ditën e djeshme. Që do thot në datën 9 nëntor është e sigurt që do të zhvillohen zgjedhjet për 5 bashkit e tjera